Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Ju përshëndes nga fshati Vloshnje, komuna e Prizrenit. Unë isha javën e kalume në këtë fshat dhe kam fillu me xhirime, por për shkak të kohës me shi, në zhdasht me ndërprej xhirimet. Gjithsesi, po atë ditë i kam pas 2 banor të mrekullueshëm cilët e kanë nda kohën dhe na i kanë dhënë ca informacione për fshatin, për hir të respektit dhe kohës që e kanë nda për neve. Unë nuk i kam shkeput nga emisioni, kështu që doja bashkangjesëm edhe pjesën e xhirimeve të asoj dite bashkë me të sodit. Ndiqeni intervistat në vazhdim, e pastaj vazhdojmë me pjesën e komentimit. Provojmë kështu me hy, edhe me trokit. Përshëndetje! Haj se qëta shvi? Përshëndetje, s'kështë të ju po, si jeni? A jeni mirë? Dorontina, me ka mirë, jemi se këtë dështë. Vjen mirë. Jam një mësim dhënës, jam veteran i arsimit, kam punu 39 vjetë, në arsim edhe para luftës edhe tash. Si po shkojmë punë? Si vjetë kam marrë një pushim pa pagesë. Pak për shak të shëndetit e pak për shak të disiplinës në zonësave. Në 2 anë ka pak edhe si vjetë jam të pushu. Po, edhe jam të e po berber. Faza edhe Erblin. Ka qenë berber, po... Ka qenë tash nuk është? Po tash nuk është. Qa atje poshtë është. I pas kam bet vetëm logoja këtu e Logo e si kom me kalo. Po, s'ka problem. Atëherë po kalojmë tek pjesa e fshatit. Për çka njihet fshati Vloshnje? Si është si fshat, si janë banorët? Një fshat i rrafsht, është i qetë, është shumë i qetë. Më thonë me probleme, normal ka pak. Me qenë se duket se duhet me qenë fshat bujqësor, po shumë pak punu o toka. Shumë pak punu o toka. Me një përqindje të vogël, ka këtu disa fermer, të cilat punojnë pak dreza, pak tjera biznise, përnyshe punojnë edhe me gurbete, me shensh. Po, e thatë që një fshat me pakës probleme, cilat janë të shfaqura ma shumë. I ka të gjitha, kemi kanalizimin, e kemi ujësjelësin. Rryma, me të regu drejtën të rryma nuk është bashkë në regull. Se që të ndej? Këtu impjanti që ka arë, po bën do probleme me rrymë. Për shumë para 2 dite, 24 orë nuk kemi pas. Kështu që, po, përgjithësi, 90% është mirë. Është mirë. Kur vjen një i huaj, ose si puna jeme për herë të parë në këtë fshat, çka i kishe tregu? Një specifik ose veçorit fshatit? Fshati jonë është fshat i qetë. Shumë këshebin që është fshat i bukur? Është fshat i bukur, po. Është në afërsi të rrugës magjistrale këtu Prizren Koks. Tjetër e kemi afër qytetin. Ka mjaft markete, ka mjaft për lojra, ka pak që edhe këtu e kemi një kafe. Kemi barnatorën, e kemi berberat aty. Edhe gjitha janë senet. Po shihet se është një atmosferë pakës më ndryshe prej fshatrave të tjera, edhe pse jemi në orët e pas ditës, bukur si vonë jemi, por lëvizje ka gjatë gjithë kohës, edhe fëmijë po shoshën. Ky fshat i lidh disa fshatra. Pas kësaj është fshati Kobaj, Nashec, Tupece, shumë fshatra asi. Edhe përmes kësaj rrugës ka qarkullim të madh. Ka qarkullim të madh. Do të thonë që për atë arsye po duket se përndryshe fshati nuk ka lëvizje të madhe si fshatar. Fëmijë ka,
Mirë po, masi që kam qenë mësus, unë e di gjendjen shumë mirë. Në trego, sa është numri? Para 5 vjetë ose 10 vjetë kemi pas nga 2 paralele, më thënë prej të parës dhe me të 9-ën, kemi pas nga 2 paralele, për mi 500 e diçka në zonë, sa dhe në 600 kanë rrinë. Tash, për shkak të braktisjes edhe për shkak të lindshmërisë ndoshta më të vogël, kemi arë mekanik klas, edhe ato me 20-22 në zonësa, edhe fati mirë neve nga lidh fshati Mradin nga vjen fshati Vlashnje, edhe ka shpërngulli nga fshati Zhur, edhe vin këtu. Për nyshe kishte me qenë shumë ma keq, ma të merë kishte me qenë, edhe më thonë që është problem. Ka fshatra që në një klasë janë 2-3 nxënësa? Jo, te na klasa ma e vogël. Që ndrejshet mirë njëherë. Te klasa ma e vogël është 13 nxënësa, klasa e 7 tash janë, e të tjerat i kanë nga 20, 22, tamam unë e di numrin 20-22, kështu që Për shka njiheni si banor? I ruani adete, tradita tona? Sikur na jemi fshati ardhën. Mikpritin e kini ju më duket? Fshati ardhën jemi këtu, dhe nga gjitha regionet. Këtu do më thonë, dikuja 60% mos thamë ma shumë, janë të Zhurit. Janë prej ardhjet Zhurit. Një pjesë tjetër janë të Shkozës, një fshat ma poshtë, Shkoza. Një pjesë, do më thonë, unë nuk jam, do më thonë, baba jam nuk u konë i Vlashnës, unë jam konë i Nashecit, unë jam nip në Vlashnje, edhe baba jam ka dalë, atër është martu këtu në Vlashnje, edhe ka dalë me shpite të babgjushive, ta ka bledi shka, dhe, më thonë, na jemi nipat Vlashnës, kështu që, mirë po, unë jam i lindë në Vlashnë. Me që jeni shumë të ardhur në këtë fshat, a njini tash me gjithë raportet që i keni? Ma herët bile, kur ka qenë fshatin pak ma i vogël, janë thirë ketë në përdars ma, se në përdeke normal që shkojnë gjithë. Do më thonë, pa dallim shkojmë. Kështu që. Cili është banori më i dashurin në këtë fshat, që e dëni gjithë, që është për gjithë, që llogaritnin të? Po na... Se cili vend e ka dikon kështu pak ma unik? Jo, kemi një laramanin kryesisht politike, do më thonë edhe për atë arsye nuk më thonë që ndoshta është... Nuk është që e keni dikën kështu të veçantë? Nuk po di, do më thonë, tash se cili e ka familjen e vetë dhe tash jemi fshati ardhën, nuk kemi, do më thonë, ndani specifik që më ta thonë ty, që ta kemi më dashën sen, se kështu që, po të gjithë jemi ja qenë mirë. Kështu ja qenë mirë, nuk kemi probleme, do më thonë, asnjë rremje, se gjak mos themi se s'ka, nuk ka gjak, apo tonë kështu gjakmarrja apo diçka. Hasmeri. Muj me thonë, ndoshta unë jam plagë gjatë 2 vjet që bëj, edhe nuk kam pa që është vrarë dikush në Vlashnjë me qëllime të këqija. Banorët momentalisht cilët janë në këtë fshat, me çka mirën, çka punojnë? Janë kryesisht ndërtimtarë, ma shumë ka ndërtimtarë, janë disa firma ndërtimtare, edhe me bujqësin nga pak, po bujqësin shumë pak. Më me thonë, ndoshta në qëtë mallën tonë, kretë një lopë ose 2 janë. Besëm, ketë një ose 2 nëse se ditë dhe një. Edhe për kundër pozitës geografike që e paska? Edhe për kundër kreta seneve të mira që të regova me ujësjas, me kanalizim, me kreta janë, edhe me qelë që tu bunarin del në 4 metra ujqe, që ki bunari është jemi, në 4 metra uj ka dalë, të më thonë gjithat mira i kemi. Se nuk po shfrytëzohen këtë bukuri që na i ka dhënë Zoti, natyra? Ka kështu pika, ne kemi kështu një i cili mirët me dreza, mirët me gjitha llojet e bujqësisë. Ai, një veçantë, shumë i me thonë është. Për që ata punojnë dikush edhe tokën e vet apo shumë pak. Shumë pak. Si e shihni ju sot, ja vlen me u marrë me bujqësi, është e lavërdishme? Ja vlen shumë. Shumë ja vlen. Pse e kemi lënë shumë marrësh? Çka mendon ku është problemi? Problemi është se dembelia, tash për shembull ndërtimi po paguhet mirë, kanë bën firma ndërtimore dhe po kanë ndoshta lëvërdima të mëdha. Mendoj që kjo ndodh edhe për shkak të kushteve atmosferike, ndodh ndonjë verë, mos me qenë e bereqetshme. Vera është e thotë. Ndoshta edhe kjo Vera është e thotë për arsye se na jemi të rrethuar me male, edhe kryesisht shirat e gjithë shpërndarë normale. Vera është e thotë na,
Edhe ndoshta edhe kjo ka mundësi, domethënë është ka një ndështu prej disa arsyeve, vjet, ka shkullë shulli, edhe do të pritoj njerëz me mjet. Mirë po, si thash, mund me dal bunari, me pas me një sot edhe shteti po ndihmon valla, po jep beneficione, nuk është keq, me fol realisht. Tash niveli komunal ja ka zgjatur dorën, është mirë, nuk është keq. Tash në tjetë kur është jetë që disa vjet ndihmohen. Ndrum, unë ju falenderoj për kohën, ishte shumë kënaqësi. Kalofshi mirë, Respekt, kur mund çdo me të kështu. Këto pasat publikohet në YouTube, po besoj gjatë javës së ardhshme. Faleminderit shumë për kohën, çdo të mirë. Eni miqtë e mi, po e vazhdojmë pjesën e fshatit. E sheni është terru, po besoj që jeni tun po. Edhe nëse nuk më sheni, si të ma dëgjoni zonin e din. Apo takona? Dohani dëmton seriozisht shëndetin. Si je? Veç po të përshëndeti pak shtënja 2-3 llofe. A je mirë me shëndet? Çish po kalon? Jeni banor i fshatit Vlashnje? Po. Për çka njihet fshati Vlashnje? Fshati Vlashnje që ju ka zë mësuesi arsimtari ju tregoj. Ai mundet me jep mendimin e vet, jo t'juve. Ja, unë s'jap mendim hiç. A dallon që ky fshat prej fshatrave të tjera në Prizren? Shumë. Për çka dallon? Po çka ta lypish? A mendon se është më i mirë në komunën e Prizrenit? Ky fshati këtu është për 27 sopka të unave orën këtu. Tash kanë filluar që një 3-4 vjet më marrën në vetë, se deri tash as në marrën në vetë hiç. As janë dhënë, as janë marrë. Tash kanë filluar martesat me u. Tash kanë filluar. I mërgjimtar a ka shumë? Mërgjimtar ka çdo e para është me jeli. Çdo cep. A ka shtëpi që e kanë krit drynin? Ka, malta e me jemi pi shkozës dalën këtu, janë hiç pas faktin një 6 shtëpi. Janë që në të mshelne, edhe një vajt janë ka 2 vetë kemi mirë. Qëftë. Qa mendon, pse po e braktisim fshatin? Pse për me gjithë një jetë më të mirë, po s'ka, jetë më të mirë nuk ka. Është qytet e paskit. Unë s'po e dalloj prej Prizrenit, hiç. Pa ka biçarshia. Çka ka Prizreni këtu me si ka 5 minuta me kë? Ka 5 minuta. Shumë mirë. I ndërum veç deshta me ju përshëndet. Përshëndes. Një 2 pyetje ti bona të shpejta, çdo të mirë. Respekt. Faleminderit shumë, respekt. Çdo të mirë. Zoti ju dhosh bereqet. Faleminderit. Po nxitojmë më shpejt. Ka po kismet për Bajram, prap vim. Pasi ndoqet intervistat me banorët e fshatit Vlashnje, po ndal na krejt në fillim dhe po du me komentu pjesën momentalisht që jem duke, po pjesa e kanalit e cila është në gjendje jo të mirë sa i përket mirëmbajtjes mbeturina gjithandej nga informacionet që i ka marrë nga vetë banorët është në menaxhimin e komunës dhe e kanë lënë në kësi gjendje jo mirë. Sa i përket pjesës infrastrukturës, po duket me që nivel, nuk e di se në cilën rrugë po vazhdojmë. Mojtas djotas. Hajt po vazhdojmë mojtas. Kujdes. Mos harroj me cek lëvizje ka gjatë gjithë kohës për shkak se fshati është me një sipërfaqe shumë të madhe, ka shumë shtëpi, ka marrë dhe kujdes, ka marrë dhe informacione të tjera sa i përket këtij fshati në pjesën sipër atje krejt lart. Ka njëtu me par Iliret. Pjesa cilin jem të e pa momentalisht është një pjesë e rrafsht, e ka një pozit kodrinore malore, fshati si fshat, po ashtu e kemi edhe një tjetër pjesë të kanalit këtu e shene edhe kjo është po në të njëjtën gjendje, sikur se ajo pjesa krejt në fillim të fshatit, po më pëlqen që është e gjithë kjo rrugë e shtruar me kubza, pra përveç që është e shtruar e ka dhe gjersin, gjë që më pëlqen shumë, kështu që mune me 2 makina kështu me lëviz. Banor nuk është që jem të taku dhe përkundër faktit që fshati është, po më duket ndër më të mëdhajat në Prizren, me që më duket është zhuri më i madhi. Interesante është kjo puna, kur po shkojmë në përfshatra po thojnë është më i madhi në komune. Se cili përfshat vetin, kështu që nuk po ja vendosi pike, nuk është diçka që e kanë të sigurt, por nga ajo çka po shoh më po më duket më të vërtet një fshat shumë i madh. Se di është në funksion kjo, shitore jo. Pas ka fillu pakës
me rrjedh ujë, ndoshta për shkak aty ka pasur rreshje shumë të mëdha të shiut, saqë mezi kemi ik, edhe na është dashur me ndërprer me xhirime, siç ju tregova krejt në fillim. Hajde po shohim se për çka njihet fshati Vlashnje, veçoritë e fshatit. Mos harrojmë se në këtë fshat ka shumë nga të ardhur, po thuaj se të gjithë janë të ardhur nga vendet e ndryshme, nga fshatrat e ndryshme të Prizrenit. Përveç kësaj, si fshat është i banuar në masë të madhe, por edhe pjesa e Mërgatës, si në çdo fshat. Pra, më tregun që nuk ka shtëpi që se ka ndonjë mërgjimtar. Gjithsesi, përshëndesim gjithë mërgjimtarët që tashmë janë duke pa emisionin dhe fshatin Vlashnje. Kam pas ftesa qysh heret me ardhën këtë fshat, derisa i ka ardhë ky smeti, po mundohemi rend me shku kështu, me i prek gjitha komunat. Gjithsesi, e rëndësishme është ne do jemi në çdo fshat, dikosh më herët e dikosh më vonë, por do jemi me patjetër. Po më pëlqejnë shtyllat elektrike, wow, se posh. Kjo sa nuk qenë ka të urrëzu, se di pse e kanë lënë vetëm ato ashtu. Për mësysh, për ndryshe tjerat janë të reja, shtyllat elektrike, e pas kam edhe një tjetër rrugic andej, ne gjithsesi po vazhdojmë kështu drejt, i kemi rrugicat kështu përpjet, si fshat, i ka pozitin kështu përpjet, krit rrugica, do e kemi sot ditën bukur të gjatë, por që doja dalëm si gjithmonë. Po i del 2 mjo gjokut, s'ka dhe shpretin, dikush i thot shpreti. Ndo këtë kadrnica i thënë shpret, ha? Shpreti. Fshati ka shumë shtëpi, dhe si fshat dhe banorët janë shumë të kënaqur me fshatin e tyre. Kjo ka rëndësi, o çfarë qeni kujdes. Po e shoh që e pas ka dhe ambulantën e mjekësisë familjare, pra në fillim të fshatit, ne po vazhdojmë kështu drejt fshatit, po e komentojmë edhe për pak qaste se çka po shohim. Jam të e po e pas kanë edhe pjesën e stacionit të autobuseve, që do më thonë pas ka linja të autobusit, edhe është me lehtësume për banorët të cilët dojnë me dalë në Prizren, apo ku ta di varësisht se si e kanë linjën në cilat vende kanë me shku. Çdo diçka po punohet, ndoshta një shtëpi, në një projekt, s'po di, po besoj që shtëpi, me që edhe pjesën e pas kanë bukur të madhe, me sipërfaqe. Po vazhdojmë kështu, çka e pas ka një market. Infrastruktura është nivel, infrastruktura. Sa shtëpit e bukura edhe janë disi të rënditura kështu. Fshati nuk duket me qenë i qetë, përveç që ka lëvizje gjatë gjithë kohës, është edhe i zhurmshëm, për dallim prej fshatrave të tjera nga fshatrat e zhurmshme. Kur po kaloj në një fshat shumë të qetë, tensioni po mbjen, sa një mësu atmosferë, gjallëni, nuk ma dën me kompasive, ashtu du mi gjetë edhe fshatrat, por tash varësisht se sa është si fshat i banum, asnjë fshat nuk është i njëjtë me tjetrin, për atë edhe publikut ja len një dëshirë për me shiku nga epizoda në epizod, për shkak se as gishat si kem tjetë, lese mo fshatrat. Kjo pjesa është bukur e gjatë, përveç kësaj është përpjet, e di se ka mund dëgju kështu me frymardhje të thellë, por me ecë, me fol gjatë gjithë kohës, nuk është e lehtë, edhe tash e kemi kohën pak e zftoft. Siç po e shihni, sa përpjete kemi, por po du m'ju tregu diçka se tash pas pak do ju sjell disa pamje shumë të bukura. Ati lartë në pjesën malore na presin 2 banor, nga jo pjesë do e shofëm gjitha fshatrat e Prizrenit, po ashtu edhe hasin e bukur do e shofëm nga jo pjesë e shumë qka tjetër, juve ju mbetet me qëndru me neve. Ndodhemi në një
pjesë shumë të bukur të fshatit, prapa mi e shihen, po thuajse shumica e fshatrave të Prizrenit, po ashtu edhe vetë Prizreni. Tash e kemi pranë një banor i cili ka me na tregu më hollësisht sa i përket fshatit Vloshnje. Përshëndetje mirë. Para kamerës, mirë faleminderit. Skaloni? Mirë shumë. Jo si jeni? Mirë. Ç'është është me jetu në fshatin Vloshnje? S'ka ma mirë. Kur thëmë s'ka ma mirë se ky fshat, fshat i qetë, fshat me banor që janë njerëz të respektueshëm, njerëz të dëgjueshëm. Deri tani janë marrë me sanë të vogla tash të tje, ma shumë me gërbet. Sa është zhvillu si fshat? Shumë, prej 100 shtëpi, 400 shtëpi. 100 shtëpi kanë qenë para lufta? Po, jo, tash e kam fjallin edhe mas lufte, po që ta 10-15 vjetë e fundit, mbi 400 shtëpi. E ki fjallin edhe pjesa e Mërgatës, bashkarisht apo vetëm një? Jo, komplet e ka fjallin, komplet. Për shumë, si fshati Vloshnje, ka qenë, ky fshat një jetë, veç një shtëpi ka qenë, në këtë fshat, kuse vitet e fundit, këtë janë të ardhën. A jeni një fes, apo jeni Jo, të të ardhën janë. Të ardhën. Po, Nga cilat vendi jeni mas shumë të ardhën? prej poje, prej rrethit, ma shumë prej zhurit. A është një ndër fshatrat më të mëdha në komunën e Prizrenit? Nuk ka duk shumë i Jo, madh. zhuri është më i madh. Jo, fshati zhur. Mas zhurit atë, janë Vloshnje. Mas zhurit Vloshnje. Po. E di se më i madh më ka duk sot Vloshnje se zhuri. Ja, zhuri është dijet. Ma i hapur, po dhe diçka vresh anë. Këto është edhe fshati Koboj. Tu kanë qenë tokat që këna punue ma herët e kanë fjallës para luftës. Sot sa po punuan tokat? Ish as një metër, as një plon. Pse? Se ka një kërë qartë. Ileni është të pashfrytzume. Pa që, si shenë edhe vetë. Pjesë, sa vëdan. Të thot bujëcin e keni lënë prapa Në krejt. Emi qa mirëni? Që shetoni, qa Me punoni? gërbet. Me gurbet. Po. Sa të qojnë ata t'jashtit, mirë po. Kanë lek mirë, s'kanë lek, si e mirë. Sa kanë kontribu Mërgata në fshatin Shumë. Vloshnje? Shumë. Përveç Po shtëpive, thëmë shumë në këtë aspektet. Në përmendit. rrugë, në kanalizime, në ujësjelës, në elektrik, senat që na ka ndesht para luftës e kemë ndërtu mas luftës. Sa përqend përafërsisht mundet me qenë Mërgat nëse e dini? Ako ma shumë banor që janë aktualisht? 70%. 70, ma shumë. 70% janë. Mërgat, 30% janë. Do të që e kanë me u këthy një ditë? Jo, kore, qaraj. Keni dikën një të familjes? Komplet krejt. Ne jena 5 lozën, vetëm unë jam këta. Të i runë shtëpita. I mirë mbon, shumë mirë. Si është mënyra jetesës në këtë fshat? 10 vjetë e fundit nuk diskutohet. Ka i standardi, ka i luksuze si dhe. Ka biznese brenda fshatit që zhvillohet? Ja, nuk ka. Thash me gërbet. Shumica është me, Po rini, sa ka mbet në fshat? shumë pak. 20 vjetë për shmi gjithë këtë Vloshnje. Sa arrita une me vrejt shtresa e mesme po dominoj kënë këtë fshat? Mbi 50 vjetë. 50 vjetë Raportet si i keni me zveti? e shumë mirë. Ne kemi një grup prapa kamerës. Po, Me që jemi në këtë pjesë, unë jam të e pa dhe një vikendic, po më interesën kush e ka ndërtu, e kujtës. shoshnia jonë. Jena një 5 vetë, grupi jonë. Çdo diell ja vjen. Po, edhe Nëse se disa po ndëgjohet, po një banor prapa kamerës, hajde bre ç'të? Hajde bre burri fort. 2 fjalë për Mërgatën. Hajde se i ke thonë 2 fjalë. Tong. Hajde bashkë me Lukun. Hajde. Hajde çonën në mes. Ja qesi shetë, hajde. Hajde. I ke thonë 2 fjalë të mëdha për Mërgatën. Hajde edhe një herë para kamerës. Para kamerës, jemi që tu shoshnia na, tash na vinë do shoshni tjetër, po gërbet gjitë, inshallah na vinë mirë, po e na gjojnë mire, po mirë se i presim këtu, e din ata këtu, vim bëjmë qefin, e bëjmë zetin tonë këtu, po qashtu. Sa mirë, se kohëve të fundit të mdo këtë jenë harru këtu me u bashku me shoqni dhe me kalu kohë bashkë? Po, e vërtet është ajo, po, po na jemi një grup që e kemi mbajt tash dhe do ta mbajmë deri më atë mundësinë tonë. Sa vite e mbani këtë shoqërinë dhe më lidheni bashkë? Ka vite shumë.
s'kemi pas në drejtë në kësi, po kemi nejtë kështu, në për brege, drinjit, Po 10 vite këta që kemi ndërtuar. Ta që ta që kemi ndërtuar, kemi edhe tjetër e kemi nejtë poshtë. A ka kushtu kjo? Po i ka kushtu, po qështu kapak, shështinja, kush ka pas Cili pa ka shumë, kapak qështu. Shumë mirë. Për ata cilët jenë do tash si shoqëri, çka mendon ku mundet me qenë ai problemi kyç? Problemi mundet me qendën se shmetonën, be tash gyrbeti pak, jënë largue, po puna, qaja ketë blidhen edhe. Po. Da që kemi mbetë që tu, jemi do shmetonë që du një... Do plesh, ta kemi mbatë. Po, tri, po, ky kemi, po, ky ma shumë da mledh, po, ta dhe dalim, po, se na jemi pak me punë, kjo pak ma pensioner, po, qështu. Ti po i qeshin mërgota. Po. Ti kush bile? Bile. Na i thajmë këti dëmonën, i thajmë si maj madhi dëmonën, respektajmë qashtu, si ja prishim. Ka një edhe ja prishim, po. Gjithë rafsh së mundesh me ja bo. Ku e ka gabim, ka një i thajmë jo, së është e qështu. Ashtë me i dashurin në fshat. Ma i dashë në fshat. Ma i dashë. Për rrethën. Unë e kam kërkua ditë thash cili është me i dashuri i fshatit, nuk kum tregun. Unë për pak s'kom të zilu aty, po më kanë thirrën mu, thash ta thirri këta, po kishit ikën ju. A ju mbeti marak që sëm keni po? Po, edhe unë në shpi kesh kum thirrën. Po, Po po mu në shpi kesh kum thirrën, tha atë thash, që po vjethash të poshtë. pra, atit na është dashtë me ndërpregjerime për shkak me shije dhe një kohën shokon. Po, vetëm 2 intervista pa ta arrit me i zhvillu, kështë që edhe ato dyja do bashkangjiten me këtë epizod. Isha të ju pyet për fond kështu, a e kështë të ndru fshatin me qytet? Absolut ju, kurrish ju. Edhe a mendoni se keni arrit me i shfrytzu këtë bukuri që i ka fshati Vlashnje? Kohët e funit po. A mendoni ende? Ta është shif një dhe vetë. Se tash nuk ka bollë rruga, se nuk ka pas rruga, tash nuk ka bollë rruga, a lako domon është su përfunduar. Ishte e kalushme, mirë ishte gjendja. gjendja. Se domethënë nuk ka pasën. Kemi shku në kom, kemi marrë anacat, kemi ecën në kom, se me kera s'ka mujton. Pasi tash rruga, po tash u lidh rruga, për shembull këtu në Rish, në fshatin Kubi, këtu, edhe pjanë më zhbar këtu, domethënë lidhur këtë rrugët. A ka diçka tjetër fshati veçuri që ja vlen me pas na sot në emision? Po në veçuri. Një lëmë diçka ma kanë përmen? Po, lumi është ma poshtë, ku e kemi nesër në shtëpi tjetër, tash mujmë me shkue, atje edhe shojmë lumin këtë. Po, lumin e bardhë. Shkojmë tek lumi, edhe po i morëm disa po, mje shkeputemi për pak qaste. E në këtë pjesë ku ndodhemi momentalisht, si që po e shini është një zonë tërësisht malore, po du m'ju tregu që para disa viteve ka qenë rruga krejtësisht e ngushtë, sa që mezi dy zonë sa kanë kalu, këtu e informacionet që mi kanë dhonë vetë banorët, përveç kësaj, ata jenë detyru për orë të tëra me marrë rrugtimin dhe me shku në shkollën tek fshati Vlashnje. Pra i kanë bërë dikon 2 orë rrugtim në këm. Merreni me mend se e vështirë ka qenë, po në kushtet atmosferike, kur ka qenë dimër, se e vështirë ka qenë ajo pjesë, përveç kësaj edhe rrezikshmëria ka qenë në çdo moment, për shkak se momentalisht ndodhem në pjesën malore, por dëshira dhe vullneti për të shkuar në shkollë nuk i ka ndaluar asnjëherë nxënësit e fshatit Vlashnje. Jem të e po një pjesë tjetër shumë të bukur të fshatit. Jem të e po lumin I cili rrjedh, po më interesën ka shkon këta ujë. Ky lumi shkon në Shqipëri. Shqipëri. Po. Bashkohet me cilin det apo lum? Shqipëri tash këtë ku bashkohen edhe me bunën, a? me bunën, me po, çana me drinin e zi poshtë. Po. Si e ka emrin ky lumi? A e ka? Drini Bar. Po. Që kjo që tu thirrët te bija. Po. Për shembull, ju këta ujë e shfrytëzoni për diçka, e keni drejtën? Absolut për kurrë. Peshkim? Peshkimin po. Ka peshqi. Ka peshk, po sa dush, po e kemi ndalu në veç ku të vjen e të mon vakti gjinë shohet, të leruot për mu, po.
Po e keni periudhën e caktuar kur mundeni me zhvillu peshkim. Dokumentit peshkimit edhe e kemi ata kur me zonën. Kur është sezona për peshkim, mblidhen këtu shumë? Shumë. A, vetëm banor të fshatit Vlashnje apo dhe... Prishtinës e Kamosit vinë domthonë. Vinë gjithandej Prej Vitis, prej Gjilonit, prej Kamosit. A e keni numrin e caktuar deri në sa peshq keni drejt me i zonë apo ju? Nuk ka caktim. S'bën një të prushëm. Jo, nuk bën, domethënë, po domon caktimin nuk ka, se domon me rreta ndalune, po veç me blinkera. Veç me blinkera domon. Edhe aty e ka shumimin që bon shumimi nuk i drejt me gjujton. Po, ku ta bën shumimin, që nshën shumimin, atëherë domon lejohet për me gjujton. Pas peshkimit po më intereson ambienti mbetet kështu i pastër se ka pas raste në për disa fshatra ku ka qenë pjesa e peshkimit nuk e pas ka me lëviz prej mbeturinave, gjatë qëndrimit, pije të ndryshme. Ka, domon i linshin, e do si dikush i kam ledhe në përkesi i ka marrë dikush, po, do ashtu, do kështu, qështu. Se sa është i ndërgjetshëm. Qështu. Nëse nuk keni diçka me shtu, ndonjë veçori tjetër e kishëm përmbyll këtë pjesë, po më bën s'ki çka mo, po e përmbyllëm edhe këtë pjesë, unë po ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Për kohën që kemi marrë, menaxhi marrën, faleminderit shumë, po ju përshëndes me të mira. Faleminderit. Hajde i ndërum të japi dorën para kamerës, që? Ju presim apet, ju presim apet. Ju presim me rritjen e lumit. Faleminderit shumë për respektin edhe kohën që e keni ndosur sot për neve dhe për publikun. Faleminderit shumë. U rikthyem miqtë e mi, Dorontina përsëri në fshat. E shifni se ku kam qenë atje mu në Bjeshk. Ndoshta po besoj jeni të e po dhe vikendicën, unë po e shoh po në kamerë se di se a arrini me po, gjithsesi intervistat i keni ndëgjuar dhe pamjet i keni po m'bëhet shumë qefi që sot emisioni është shumë i plotësuar dhe është pak zëmëndryshe prej fshatrave të tjera. Kjo është realizuar fal banorëve të mrekullueshëm, cilët nuk kanë hezituar me dal para kamerës dhe me pasqyru fshatin, me i tregu resurset natyrore që i ka fshati Vlashnje. Kaq nga ne, faleminderit edhe njerë përzemërsisht, faleminderit edhe juve shikues të mrekullueshëm që qëndruat edhe për gjatë këtyre minutave me neve. Ne shifemi përsëri, deri atëherë, mirëmbëjtje.